Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa biyadika al-khayru kulluhu wa ilayka turja'u al-amru kulluhu. Allahun e falendrojmë, Allahun hamd e bëjmë, Allahun e madhrojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje tona, salavatet dhe selamet, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e dërgojmë, familjes e tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Vëllezër, për hir të Allahut. Në fillim lutem Allahun subhanahu wa taala që me mëshirën e tij neve dhe juve Allahu na mbulon. Lutem Allahun azza wa jall që zemrat na I pastron. Për të devotshmëve të na bën në Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Masi që ekzistojmë, jetojmë, dhe Allahu fuqiplot na ka krijuar ashtu siç ka dashur, siç ka dëshiruar dhe siç e ka vërtetuar. Innal insana khuliqa halu'a. Idha massahu sharru jazua wa idha massahu al-khairu manua. Njeriu si njeri, Allahu e ka krijuar I dobët. Tek tillë na ka krijuar me shumë mangësi, me shumë gjunahe, me shumë dobësi. Dhe këtë e dim të gjithë. Dhe askush sun I thot vetit të tij se unë jam I pastër dhe nuk kam gjuna. Të gjithë jemi me mëkate. Dikush më shumë, dikush më pak. Por elhamdulillah falendrojmë Allahun fuqiplot që dyert e tobës çdo herë janë hapur për të kthyer dhe për të kërkuar falje për Allahut azza wa jall. Mëkate që bëjmë me qëllim dhe pa qëllim. Momente kur e mëkatojmë Allahun me plot vetdije, me plot vetdisim. E mëkatojmë Allahun për shkak të dobësisë së imanit, jo se e dëshirojmë. Si besimtar askush gjunahin nuk e dojmë. Por me kalimin e kohës, nëse zemra e njeriu të mësohet me gjunahin, pastaj gjunahi bëhet pjesë e jetës së tij. Mos të harrojmë vëllezër se gjunahet të cilët ne I bëjmë, që të gjunahe kanë efektet dhe kanë rezultatet e tyre. Ti e bën, për moment mashtrohesh e bën, shumë kollaj e bën, të kap vetmia, mendon se kush nuk të këshyr, nuk të mbikëqyr, e bën. Por cili është efekti I gjunahit që ne e bëjmë? A ka efekt ajo? Cilat janë rezultatet? Çka na ndodh? Çka mund na gjeje pastaj? Në fillim, këshilloj vetin tim dhe juve të fiksohemi Allahut azza wa jall. Ta kemi frikë Allahun azza wa jall, ashtu siç duhet pasur frikë. Dhe të mos të harrojmë çdo herë ta ndjejmë mbikëqyrjen e Allahut azza wa jall mbi ne. Këtë kur mos ta harrojmë. Se nëse ndjejmë çdo herë mbikëqyrjen e Allahut, kollaj robi Allahut në gjunah nuk do të bjerë. Gjunahi nuk do ta bën për shkak se e din se ka dikush që e sheh e mbikëqyr. Edhe turprohet pastaj robi prej tij. Por kur harrojmë mbikëqyrjen e Allahut, shumë lehtë kollaj Allahun e mëkatojmë. Harrojmë se I madhi Zot, I madhi Allah na sheh. E din ku jemi, çka bëjmë, çfarë gjendje jemi. Ruajini vëllezër nga mëkatet, nga gjunahet, qofshin ato gjunahe fshehtësi ose qofshin ato gjunahe publik, haptazi. Të kujdesemi kur jemi vetëm Allahu mos ta mëkatojmë, ashtu siç kujdesemi kur jemi në mesin e njerëzve. Se kur jemi me njerëz, kur jemi në publik, nuk kemi mundësi Allahun ta mëkatojmë për shkak të turpit që kemi ndaj njerëzve. Po ku është turpi ndaj Allahut kur jemi vetëm me Allahun? Thot Allahu azza wa jall: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Fiksojuni asaj dite, keni frikë atë ditë kur ju do të ktheheni
tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E ditë është dita e vdekjes, dita e kiametit, dita e ringjalljes, dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo shpirt pastaj do ta gjenë atë të cilën e ka bë dhe atë ditë nuk do të ketë zullum pa drejtësi. Çka bëm, atë do ta gjejmë. E harruam Allahun dynja, Allah do të na harron në ahiret. I shfaqëm gjunahet, mëkatet, Allahu do të na i shfaqe para të gjithë krijesave në atë botë. Sepse gjunahin e bënim gjatë natës, me mzi pritnim të gdhijem mëngjesi, tu tregojmë të tjerëve se çfarë gjunah kemi bërë gjatë natës. Allahu që ta ka fshehur gjunahin, s'po ja fsheh vetvetit. Dhe me shumë guxim, me shumë forcë, u tregon të tjerëve se çka ke bërë gjatë natës. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar që Allahun të adhurojmë. Allahun të adhurojmë dhe na ka tërhequr vëmendjen nga mos bindja ndaj tij. Dhe qëllimi final për të cilin Allahu robërit e tij i krijoi është që Allahun ta njësojmë me adhurim, me ibadet. I pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut azza wa jall, na ka paralajmëruar për pasojat dhe rreziqet për individin dhe shoqërinë si shkak mëkatet. E bëjmë gjunahin, ti bën, unë bën, ai bën. Toka është e mbuluar me harame, me gjunahe. Toka është e mbuluar me harame, me gjunahe. Nata e qetë, në brendin e ndërtesave, banesave që bëhen gjunahe, mëkate të ndryshme. Dhe vjen mëngjesi ku Allahu tregon hidhrimin e tij ndaj robërve të tij. Për gjithë atë që kanë bo fshehurazi duke ditur se Allahu është bikëqyrësi i tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tërhequr vërejtën dhe na ka treguar, na ka paralajmëruar se çka i ndodh njerëzisë, individit apo shoqërisë si shkak gjunahet, mëkatet. Ne vëllezër kemi arritur në një kohë shumë e vështirë. Një kohë shumë e vështirë. Një kohë ku njerëzit ma janë bërë të pak kujdesshëm ndaj mëkateve. Dhe mëkatet i kanë bërë pjesë e jetës së tyre dhe turpi është larguar në momenti kur robi e mëkaton Allahun. Fatkeqësisht gabi dhe motrat tona, gjithashtu që nuk i binden shumë e fort Allahut subhanahu wa ta'ala, i bëjnë mëkat Allahut haptazi, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. E tash veçanërisht i madh dhe i vogël është dëshmitar për mëkatet që bën. Sepse i madh dhe i vogël i përcjell rrjetet sociale. Të gjithë. Edhe fëmia e sheh nanën e tij se çka bën rrjetet sociale. Nana e shef qikën e tij se çka bën rrjetet sociale. Baba e shef vajzën dhe nusën e tij se çka bën rrjetet sociale. Por me i thanë një tjetrit, mos se nuk bën, jo se ma ajo është bo normal. Është kohë e vështirë në të cilën kohë edhe guximi është shumë i vogël për me i thanë ma tjetrit mos be, ose tjetërës mos mëj, është shumë i dobët guximi, problem me i thanë, problem me këshillu, problem me ndalë. Ka prej tyre që i nënvlerësojnë mëkatet dhe vazhdojnë në to. Kundërshtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili i di të fshehtat. Ha i di se ti çka bën kur je vetmi, po përsëri e kundërshton Allahun azza wa jall, duke harruar se Allahu din dhe shikon, dhe Allahu është bikëqyrësi ynë. Allahu na sheh duke përhapur dhe duke ftuar njerëzit në shturje dhe në mëkate në gjunahe. Dhe me plot krenari ftojnë njëri tjetrin për ta mëkatuar Allahun, dhe se sot mëkatari, dhe se sot personi i cili nuk pranon të bjerë në mëkat në gjunah, konsiderohet më i poshtri, më i dobti, më i keqi, më i prapambeturi. Kurse nëse pranon kërkesën, ftesën e rrjeteve sociale, e njerëzve të cilët
janë bë kurban i rrjeteve sociale, nëse pranon kërkesat të ndryshme të shfrenimit, të degenerimit, të mëkatimit, e tash i e pjesë e shoqërisë moderne dhe të kësaj kohe. Por ndryshe i prapa mbetur dhe ti s'ke arrit kur gjë. Pra për të konsiderohesh i avancuar, person që ke arritur, ke përparuar, ti duhet të jesh mëkatari më i madh. Kështu ti themi më ndryshe. Bëu gjynafçari më i madh për të konsiderohesh më i avancuari, më i përparuar. Por jo. Ne jemi krijesat e Allahut. I madhi Allah na ka krijuar për një qëllim final. E atë qëllim një duhet të realizojmë se tek Allahu do të kthehemi. Edhe nëse bota, edhe nëse njerëzit, edhe nëse të afërmit nuk pajtohen me bindjen tënde, me qëndrueshmërinë tënde, mos haro se qëllimi yt është ti t'jesh i dashur tek Allahu. T'jesh i dashur i Allahut, jo i dashur i miletit e i urrejturit tek Allahu. Përderisa veprat tona, fjalët tona bëhen për t'i kënaqur krijesën dhe për ta mëkatuar Allahun, ne do të jemi krijesat më të shëmtuar në rrezullin toksor. Por kur veprat do t'i bëjmë për ta kënaqur Allahun e për t'i hidhur njerëzit, ne do të jemi krijesat më të ngritura në dynja e në ahiret. Çfarë dëshiron, çfarë kërkon? Nëse kërkon ngritje, shpëtim, hec rrugës të Allahut. Nëse kërkon pështrim, nëse kërkon dështim, në çmim, dënim, hec qefeve se njerëzve e do t'i shohish rezultatet e veprave tua të cilat i ke bo për t'ua bërë qefin njerëzve. Ka prej tyre që i nënversojnë mëkatet thamë dhe vazhdojnë në to, edhe i thinin të tjerë në shturje dhe mëkatim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. Çdo kush prej ummetit tim është i falur. Gjëna çapo i falur. Allahu na ka krijuar të tillë, por vetëm robi kërkon falje për Allahut subhanahu wa taala. Çdo kush illa al-mujahirun. Përveç se mujahirunës. E kush janë ata? Ata janë të cilët gjunahin e bojnë gjatë natës, që askush nuk e din. E ke bo, tamam, pëshile be gohen? E ke bo tash, po pëshile gohen. Ti e din vetë, i bindur se është gjuna. Pos që më katove Allahun. Po ta që e të krenohesh me gjunahin, e donë të tregosh tjere se çfarë gjunahin ke bo. E kush e bon gjunahin, fshehur azi. Dhe Allahu ja ka fshehur, askush se din. E ky zgjohet mëngjes me mzi pret ata takon i parin, më ram ku isha, çka kam bëne, u kri puna. Veti ja shfaqi gjunajin vetit. E Allahu ka me shfaq para gjithë krijesave në ditën e ahiret. Kurse robi i cili, si çdo kush ne, të dobët krijesa, i cili mëkaton Allahun në vetmi dhe fshet gjunajin e tij. Po jo, vetëm nanës, vetëm gruajes, nuk ka. Po vetëm shok, këtë kam shok më ata për ti, jo more. Jo mëre, është një gjuna mes te mes Allahu. Mos e tërgo as kujt se ka me të ta shfaqë Allahu në ahiret para gjithë krijesave. As njeriu më të afërt jo, është një gjuna mes te dhe mes Allahut. Dhe çdo kush të pejgamberit sa son prej umetit tim është i falur për pose ata të cilët i shfaqin gjunahet e tyre, i tregojnë gjunahet e tyre, lavdrojnë me gjunahet e tyre. Në ahiret Allahu subhanahu wa taala do të thotë, hec. Atë kujtohet filan ditë? Kujtohet në filan vend ishe me shokun tanë, ishe me filan, po, e bone këtë, krejt, qka kemi bo, atom nuk mund në fshihen në ahiret. Allah thot, i fshehe, as kush nuk e diti, e unë ty sot të fshehe, shkon gjennet. E ke bulu, as kush nuk e din. E del para më shiruesit, më shirëbërsit. Para ati që i fsheh të metet e robër vetë. Allahu i fsheh, a i shfaq. E në ahiret Allah thot, hec se ta kanë falë gjunahin. Andaj, gjë kush do t'jeti falur si umet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nëse pendohet, kërkon falje për gjunahin e bërë dhe nëse e fsheh. Dhe mos me përsërit gjunahin, mos me i ra pishmanit, pse e lash gjunahin. Po me u largu gjunahit, me shmang gjunahit, me ndjekje qardje pse i ke po gjunajn, mos me përsërit gjunajn, kërku falje për Allahu subhanahu wa taala se Allahu është falsi, ai i cili shumë fal. Vëllezër, gjunahet kanë pasojë të rënda. Gjunahet kanë pasojë të rënda dhe kanë përfundime të këqija. Bëjmë
Bojnë, ama ndaluni edhe mendoni mirë se çka ndodh. Çka ka ndodh dhe çka ndodh sot. Meri këto luftra, meri këto tërmet, meri këto vulkane, meri këto dritje, meri këto shkatrime, meri këto shina, meri këto vërshime. Këto janë pasojë diçka. Po, ti do të dikush ose ti do dalin dikush natyra, si besimtar, kemi atë bindjen, kur dhe si Allahu subhanahu wa ta'ala lëshon të mirën dhe të keqen, sepse ne besojmë në ekzistimin e tij. Dhe ne dim se të mirën dhe të keqen ai jep. E kur jep të keqen, kur jep të mirën. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Dhahara al-fasadu fi al-barri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas." U shfaq fesadi e keqja në tokë e ndet në atë që ka bëjnë njerëzit, ose për shkak të asaj se që ka bëjnë njerëzit. Pra, nga pasojët e mëkateve, është se në shoqëri ato shkaktojnë korupcion në tokë, në ujë, në ajër, në gjitha aspektet e jetës. Ankesat shumëta, pse be s'ka rënë, pse be ka korupcion, pse be ka vrasje, pse... Po të jenë kretë rezultate gjinave. Kretë që ka bojnë shoqëria një vendi, është vetëm rezultati gjinave që ka bojnë. Po kina luftra, po kina vrasje, po kina masakrime, po do ketë mërë. Po ti si besimtar e din e ke si bindja se që ka ndodhë, Allahu subhanahu wa ta'ala si ka dënuar popujt e mëparshëm dhe Allahu na ka dhënë shembuj të ndryshëm në librin e tij familjar si dhe çfarë dënimi u ka dhënë popujve të mëparshëm për shkak të gjinave të ndryshme që i kanë bërë. Po sot çfarë gjinave bën sa më të mëdha në jetë edhe se në kohën e atëhershme. Sa gjinave të mëdha e bën edhe sot. Edhe më të mëdha se në atë kohë. E po çka mendoni se çka ka më lëshu Allahu, çka ka më dhënë tjetër pos dënimit të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk paraqitet një keqe, një pislëk, një flicësir me një shoqëri e të mos e sprovon Allahu atë shoqëri me smundje ngjitse, me smundje të ndryshme. Si shkak për hapje flicësirave, si shkak për hapje e imoralitetit. Kur gjë s'ka me u përhapur pos e keqja. E keqja nuk sjell pos e të keqe. Keq bone dhe bojmë, keq do gjejmë. Edhe kjo që e ka kapluar shoqërinë umetin në përgjithësi dhe njerëzin, krejt si shkak pasoj e gjunaheve mëkateve. Mëkatet janë shkak për zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të ka krijuar, të ka dhënë gjithçka, të ka furnizuar me vlat, me pasuri, me bukuri, me mençuri, me men, me gjithçka, të ka fal jetën. E ti përsi shkon me shumë krenari dhe guxim e mëkaton Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall zemrohet dhe si shkak të zemrimit të tij Allahu jep tërmete, jep stuhi, luftra dhe smundje. Allahu në mëkaton, Allahu në idhron, bërëm rezultatin. Wa ma asabakum min musibatin, nuk vëgodet do një të keqe, e shkakja se të keqes mos jenë vetë dur të juja, që ka bëtë me dur të uje. Allahu në më katëm, madhin Zot, që hakun së njapi mas njëherë, së në adhurojmë as njëherë si që meriton të adhurojt, e në hiq ibadet se bëjmë dhe me shumë guxim më kati bëjmë. Allahu subhanahu ta'ala hidrohet e hidrimi Allahu të është i madh. Allahu kur hidrohet, hidrimi Allahu të është i madh. Dhe Allahu subhanahu ta'ala i thot ushtrisë së tij, hajde. Sebe është një vend në Yemen. Sot e kësaj dite ai vend është një vend që s'ka bereqet. Allahu përshkruan atë vend një vend i bereqetshëm. Qatë shumë bereqet ka pas ai popull, ai insan aty, kur kanë hecë rrugëve, pemët që kështu, frytet, mbi kokët e tyre, kush sa ka dash ka marrë, gjatë udhëtimit rrugë e gatë, nga e djajta, nga e majta, sa kanë dashnë. Derisa e kanë njohë Allahun si krijues të atyre.
Kur e kanë haru Allahun dhe kanë nisë të adhurojnë diellin. E haron krijuesin, e merr krijesën. E ignoron krijuesin, e adhuron krijesën. Allahu subhanahu wa taala i thot miut shkon të han atë branën, baraj, si të në gjuhën frenge, baraj, branën, shkon të han, që e kanë bo prej druni, e kanë dalë ujnë, edhe ka kullu uj ka pak për me pas uj, më thënë, të gjithë kopshti, edhe breqet. Edhe miu e han, kadal, dhe sa vjen momenti, ku lëshohet brana. Edhe krejt mbyten, krejt fundosen. Masë e mirë, sa e shfa keqa. Kur e të keqa? Kur nisën të adhurojnë dikë tjetër posa Allahu subhanahu wa ta'ala. E sot e kësaj ditë që i vend qështu. Allahu azza wa jall, për shkak të hidrimit ati, pastaj lëshon ushtrinë e tij dhe na dënon dhe i dënon popujt, siç i ka dënuar të gjithë të tjerët. Nga pasojet, pos për shoqërinë, këto tërmite, këto stuhi, këto luftra, po ka dhe pasojë për neve si individ. Poshtrohesh në dynja në ahiret. I poshtër bëhesh. Bëhesh me poshtër. I papranueshët. Tek njerëzit që ashtu që i papranueshët të banorët e qiellit. Siç nuk të pranojnë banorët e kësaj toke që janë njerëzit, për shkak të erës së keqe të gjunahave, dhe për shkak të shëmtimit të madh që e ka marrë fytyra, trupi, nxirja e tepërt të fytyrës, për shkak të gjunahave të shumta, po shtrohesh në këtë botë dhe në botën tjetër. Njeriu u bën një mëkat, ka thënë Sulejmani Tejmi rahimahullah, njeriu u bën një mëkat dhe zgjohet me poshtrimin e tij. Ti e bën gjunahin, ja bën çefin e psht, ja bën çefin shejtanit. Në moment kur ti e bën gjunahin, ti adhurove shejtanin e mëkatove Allahun. E mos haro se ti pastaj zgjohesh i poshtruar. Edhe e ndjem vetin i poshtruar. E ndjej kur e mëkatojmë Allahun, e ndjem vetin të poshtruar. Pse? Për shkak se ti usolle keq dhe ati që ti ka dhënë gjithë gjërat dhe që nuk meriton të mëkatohet. E ti ndjesh i poshtruar. Paramendoj çfarë poshtrimi i madh ditën e ahiretit para gjithë krijesave. Çka do i thumi Allahut subhanahu wa taala për gjunahet që kemi bë në dynja? Çka do t'i thumi Allahut nëse Allahu nuk ne ka fal? Si do arsyetohemi? Çfarë arsyetimi? A ke arsyetim në vete që mendon do arsyetohesh në ahiret? Për gjunahet që kemi bë? Dhe do ke dikush që do mund të arsyetohet para Allahut që ai e din gjendjen tënde reale dhe të vërtetë. Lusim Allahun udhëzim, falje, mëshirë. Hasan el-Basri rahimahullah ka thënë, edhe nëse ata duken krenar, poshtrimi i mëkatit është në zemrat e tyre. E shef mëkatarin, krenohet, kënaqet, tregon që ka bo, veturën luksoze, me persona të ndryshëm, duke shkuar në përvende të ndryshme. Edhe kjo i bën njerëzit besimtarët që t'ua kenë lakmin, pse këto kështu, pse ky kështu, e pse u mos jam kështu, vëllaja, a është i poshtruar në zemër, në shpirt. Ti e shef kështu nga ana jashtme, mirë po i ka poshtruar mëkatin në zemrën e tyre, dhe ai nuk dihet mirë rahat. Dhe ajo që i shtyn ata pastaj që të interesohen për të vërtetën është ndjenja e poshtrisë së tyre që ata e ndjen në zemrat e tyre. Dhe jo rahatia, dhe që vendi vend nuk i zen. Vendi vend nuk i zen. Kur ti sunrish me një vend? Kur ke gajle, kur ke derte, kur ke shqetësime. E nuk ka gajle më të madhe se sa ti jesh i poshtruar dhe mos ti jesh i falur për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj mos u ke lakmin atyre, se ata janë të poshtruar në zemër shpirtërisht, ama edhe ne poshtrohemi në dynja në ahiret, kur e mëkatojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Mëkatet vëllezër janë sebeb për mungesë të furnizimit dhe bereqetit. Allahun e mëkatojmë, a pastaj na fak risk për Allahut kërkojmë. Riskun Allahu jep.
E me shumë kollallëk, Allahun e mëkaton. Njëri i ka thënë Ibrahim bin Edhemit rahimahullahu taala, i ka thënë Ibrahim ka qenë një njeri zahid, një njeri asket i njohur, ka thënë du ta mëkatoj Allahun. Pra shpirti më thret në mëkatim, du të bëj mëkat, du të bëj gjuna. Ka thënë s'është problem. S'është problem ti bëni gjunaj. Pse jo? Ama plotësoj do kushte, ka thënë. Plotësoj do kushte. E ka cek disa kushte, një për tyre ka thënë ti bëj gjuna Allahit, ty s'është problem, ama mos hapi në fakës të Allahit. Mos ha riskun e Allahut. Aty ty do të bëj gjuna Allah, ama aty ty gjuna do të bëj, aty në fakën tënde do shfrytëzoj. Jo. Ti bëni gjuna Allahut sa dush. Ama në fakën e Allahut jo. Shif dikun tjetër, kërkoj dikun tjetër. Arri gjesh dikun tjetër. Ka thënë, po gjithë risku është i Allahut. S'ka dikush tjetër që mund të furnizon pos Allahut. Po i ka thënë, po si ti merr guximin të mëkatosh Allahun kur në fakën riskun Allahut e hap. Gjunahet që bëjmë janë sebepi më i madh për paksimin e në fakës të riskut. Sa vlezër, zër telefoni, mesazhe, oxha, kam problem, a kam mundësi me ardhë, pse? Po diçka be në fak nuk kam. Kam problem me në fakën. Zdi be paret ku shkojnë, zdi të hollat ku shkojnë. Puno, u pkota të puno, nuk del, java nuk del. A u lodha, shumë pun. Pun ka, po, ma, s'ka. Edhe qka? Po me më këndu. Mendon një grati se gjdo herë, kur ati paksuet në faka risku, mendon se gjdo herë e ka nga sihri, magjia ose mësyshi. E haron gjunat e vete. Edhe pse gjunat i ban për sëri, fajnë do në të aflug e tjerve. Gjunat i ban, epshin shfrenon, e ta shkak gjunat në faka paksuet, ama për sëri fajnë dikush tjetër, dikush më ka bo. Dikush sharrin po ma bon, dikush ma ka haset gjelozin. Për vëllë, ndalu pakës. Fakultu stakfiru rabbekum innahu kana ghaffara. Nuhi i tha popullit vetë, o popullim. O popullim, bëni istighfar, kërkoni falje, se Allah është ai që shumë falë. Yursil as-sama alaykum idara. Nëse ju bëni shumë istighfar, kërkoni falje, do t'u alëshon shiull me bullëk. Yursil as-sama alaykum idara, u ju mditkum bi amwali wa banin, ka me ju dhanë fëmijë pasuri, sa duni, plot. Vetëm bëni istighfar, kërko falje, se ti nuk e din cili gjunata ka mbyll derën e nafakës. E ti capat pastaj, shko pin hoxhën hoxh. Boni 100 emelia pastaj. Me të shtu nafaka. Ti e ke boni gjuna për cilin se pendu s'ke bo taube. Ti pendohu, kërko falje, që Allah të ta falje, për të hapet dera e nafakës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inal abda la yuhramu ar-rizqa bi dhanbi yusibu. Vërtet, robit i ndalohet nafaka risku për shkak të një mëkati të cilin ai e bën. E bën e gjunaj, s'ka nafak. Po ti një gabim me bo patronit në punë. Ta qanë kryen. Pse e bone? Po mos me shku në punë. Po mos me i realizu urdrat e ti, kërkesat e ti. E ma fund, më ndonë të ta për rogën? Si ta për rogën? E ti subhanallah, Allahu me adhuru jo, me më katu po, me haru Allahun po, me kërku në fakë furnizimin Allahut po. Po ti, a ke mene jo, me qëfar logik për i kërkon këtë gjëra. Po subhanallah, por sëri Allah është i mëshirshëm. Allah shumë i mëshirshëm. Me krejt këto gjëra që ka i bojmë. Shefni, më shrikve, njëzve më zunë qarë, më të këshive, qka së bojnë ruzën të kësor, në fakën u epë. Përse u epë Allah. Si lem pa bukë, si lem pa ujë. Edhe pse ata adhurin idhuj të ndryshëm. Edhe ndoshta hiç besojnë. Përse Allah në fakën e ka caktuar dhe i epë. Pa ti si besimtar, që beson në Allah, edhe e din se gjunahi yt është shkak për paksimin e fakës. Pendohu, botobe, kërko falje, që Allahu subhanahu wa taala të shton në fakën, të shton riskun. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë, mëkati e nxin fytyrën. Mëkati e nxin fytyrën. Kur ta bën një gjuna, i vrollet fytyrat i thë krejt dynjaja e ka faj. Pse? Se ka dash të ngon shejtanin natën ta mëkaton Allahun ose ditën. E bon gjunajnë e pastaj
kretë botën e takon me ftyrë të mvrolur. Sikur bota e kanë faj pse e ka bo gjunajin. Tamam? Edhe subhanallah thua, mos e takofsha me ftyrën e këtij. Ma prish ditën. Ftyrë keqe, ftyrë nxime, ftyrë errët. Se Allahu subhanahu wa taala ja merr pamin, ja merr dritën se kur ersohet, kur nxjehet zemra, Allahu ja merr ftyrën, ja merr dritën e ftyrës së trupit njeriut. A njeriu sa më shumë bën ibadet, sa më shumë adhuron Allahun, aq më shumë Allahu ja ndriçon ftyrën, ja ndriçon trupin. Çka themi, sheve be dritë. Dritë, se ti nuk dinë çka bën që Allahu ja ndriçon ftyrën, ja ndriçon trupin atij. Ju bë mira i bartë, jo, nuk është punë atë, subhanallah. Allahu azza jall ta ban ta kuptoj se halli i këtij nuk është mirë. Edhe pse ai kështu, formi, po jo, ftyra nuk është gjendje mirë, ftyra është e vrajtur, është e mvrolur, është gjendje të keqe, gjendje të rëndë. Pra, mëkati e nxin, në ta sjell errësirën në fytyrë, e dobëson trupin dhe e pakson nafakën. E dobëson trupin, e nxin fytyrën dhe e pakson nafakën. Don dritë, shmangu gjunave. Don nafak, shmangu gjunave. Don forcë, energji në trup, shmangu gjunave. E të kalbët jemi. Jemi kalb, e të kalbët jemi. Besoni habitem. Habitem të i thuaj, subhanallah il adhim, si këtë 100 luftra i kam bon ditë. Me mëzi qka qonë. Putët. A për sabah lema, për sabah që musullot, për sabah, si ke sabah? Jo, punojmë neve. Ne punojmë. Dhe justifikimi vetëm këtu, subhanallah, fjale vetëm që më ka lodh, kur t'i këshilloj, punoj, o gjaj, jam lodh, shumë i lodhët. La ilaha illallah. Të shlodh zemra, o vlajem. Të shlodh zemra. Gjujnaet ta ka lodh zemrën. Të shlodh trupi, si që ka thani Ibn Abasi. Trupi të shlodh, ta ka marrë energji në gjujnaeve, s'ke energji. S'ke energji? S'ke forcë. Energjin e dha e ku nuk dueshte. Energjin e dha në mëkatimin e Allahut. 20 vjet, 30 vjet, ti i thua, me kodra e ke garku. So lëvize, pa namazin me mzi, dhe te do t'japet goja gjatë namazit. Kjo është gjendja reale, jo në tash për shkak të gjunave mëkateve. Një njeri i mirë, Rajulun Salih, mas namazit yatsit, shkon të shtëpia, i ka pas 4 fëmijë, i thot grus, fëmit u falen? Jo, thot. Pse? Thot s'kisha çka t'u jap. Çani thot kërkoni për të granë, thot s'kisha çka t'u jap, thot i vendova në gjumë. Po namazin? Po s'kisha çka t'u jap. Çanin kërkonin. Ndalet dhe mendoj, thot, oj grue, thot, Allahu më ka urdhru që familjen për namaz ta urdhroj. Wa'mur ahlaki bis-salah. Urdhrohe familjen tënde për namaz. Wastabir alejha, dhe duron të, i sabërli. Se nuk është për 1-2 ditë më urdhru familjen. Pa nalë duhet me thirë. Hajde, ku jeni, qka bo, të falet, Pse? është përgjësi. Pas të qka thot, i thot, Allahu thot më urdhron që familje të urdhroj për namaz. A furnizimi, na fakë është dur të Allahit. Wa nahnu narzuka wa iyyahum. Ne ty ta japim na fakën dhe atyre. Çoj thot fëmit. Zgjoj fëmit thot për namaz. Edhe i zgjon fëmit për namaz me shumë vështirësi, tunët, fëmit çohen e falin namazin, sa e kryen namazin, dikush troket te dera. Kur e qel derën, sahibi, ky njeri, shef një njeri me lloj fryte ushqime para derës së tij. Kur në thot o burr. Thot, ndalu thot, kush je ti? Çka do? Çfarë thot, bëjmë këtë ushqim për ty? Po pse thot? O thot, do ishte t'jap njënit. Një shoku. Po u hidhrum me zvete, u hidhrum dhe nuk ja dhash. Edhe thash, ku du më nalet kama, aty do t'jap. E to harë, thot, rrugës tu më ndalë kama, të ty. Po pse thot të unë? Allahu ka thanë, e në thënit Allahut, nëse ke dyshim, mos e konsidero vetë musliman, urdhroje familjen tënde për namaz dhe qëndro i sabrëlin të, ne ty të furnizëm. Mos baj galen në fakës. Hama, namaz jo. Me u gajlos për familjen, se falen, se s'falen, jo.
E pastaj garej tërmat e poshtë, wallahi s'po del për fakturët s'po dalin. Por s'po dalin edhe milionat e kish s'po dalin. Wallahi jo. Wallahi jo, se nuk është e rëndësishme, nuk janë me rëndësi zerot pas nishit. Është me rëndësi bereqetit e nishi. Sa dush zerot i shtoja nishit. Kur Allahu të ta marrë bereqetin, s'kej. Andaj, nuk ka gjuna më të madhë dhe s'provë bela më të madhe se sa antarët, njerëzit më të afërt, mos me u përullë Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka bela më të madhe. Nuk ka sprovë më të madhe. Gjuna i madh. E kërkojmë nafak, kërkojmë furnizim, por Allah është i gjithurti. Vëllezër për hir të Allahut, edhe një këshilloj vetin tim edhe juve që ta madhrojmë Allahun subhanahu wa taala, ta kemi frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe të qëndrojmë në këtë rrugë të vërtetë të drejtë. Dhe mos të harrojmë se do të vjen dita kur ne do dalim para Allahut, do të qëndrojmë para Tij dhe do të japim llogari për gjunahet që kemi bërë, të cilët gjunahet na kanë lënë pasojën këtë dyna dhe në ahiret. Të ruhemi nga gjunahet, nga mëkatet, sepse gjunahet e humbin bereqetin në fe e në jetë. Ta humbin bereqetin në fe e në jetë. E nuk ka më pak bereqet se tek ai që i bën gjuna, që i bën mëkat Allahut subhanahu wa taala. Kërkojmë falje, të pendohemi. I lumtur është ai që pendohet. I lumtur është ai që pendohet, është gjunaqar. E kush është gjunaqar? Të gjithë jemi gjunaqar. Ama edhe mas gjunai që e bën, i lumtur dihet kur lotët, pikat e lotit i rrjedhin për Allah, kërkon falje për gjunahet që ka bërë. I lumtur është. Ha? I humbur është ai i cili Allahun e mëkaton dhe vazhdon me mëkatet e tij dhe Allahut, prej Allahut falje nuk kërkon. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush ja kthen shpinën fes, Kur'anit, ai do të ketë një jetë të vështirë. Kjo është formula. Fa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, ngusht. Ngusht, jo rahati. Shqetësime, probleme. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Dhe do ta ringjallim ditën e ahiretit qarr i verbër. Do thoti, Rabbi lima hashartani a'ma? O Allah, pse ti ringjallem mu i verbër? O ka të kuntu basira? Edhe unë i kisha sytë e mi, shikoja në dynja. Kale kedhalike të tkajatuna fenisita, fe kedhalike leume tusa. Do t'i thua, ty vinin argumentet tona, ti haroj argumentet tona. Haroni namazin, haroni thiren, haroni urdhimin e të mirë, danimi nga i keqa. E sot ti harohesh. I harove, sot harohesh. E mos të harojmë ditë. Sot harojmë Allahun, nesër Allah do të në haron neve. Sot qëndrojmë afër Allahut. Allahu është e cili do të na shpëton në dynja, në varr e në ahiret. Pa marrë parasysh çfarë gjuna e bëm. Pa marrë parasysh me sa dhe si e kemi mëkatuar Allahut. Mos qëndro larg Allahut, në atë ditë falje kërko. Shtoj istighfarin, shtoj tauben. Mos e ndal gjuhën. Mos e ndal gjuhën. Astaghfirullah. Le ta ndije zemra jote atë që ti kërkon për Allahut subhanahu wa taala. Dije se Zoti yt është një Zot bujar. Zoti yt është Zot bujar. Oti është i mëshirshëm, është falës. Vetëm thot kërko falje. Edhe thot pse ke bo, kërko falje. Pëndohu thot. Kaq. Botobe. Pëndohu se Allah është ai i cili fal. Allahu na falte, na mëshiroft në rrugën e drejtë. Allahu na uzoft, lusë Allahu subhanahu wa taala që me detyrit të dobishme Allahu të na furnizon e zemrët na i pastron e në Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin.